Aja që unë mund me thonë është si dhe që tjetë. Vendi duhet me pas një shumicë parlamentare. Nisë me ka pru një si me thonë një mundësi, që ne besojmë me qenë përgjeshëm, për faktin që vendi duhet me pas institucione, pavarësisht si e qysh bëhen, pavarësisht fa shumica ndërtohen, partitë politike në fund ditës se cilë e përgjithësinë e vetë, edhe pozicionimin e vetë. Ne kemi dashur që duke kuptuar situatën, nevojën, e pasjes e institucioneve, duke kuptuar që institucionet krijohen vetëm përmes shumicave parlamentare, duke respektuar pozicionimin dhe vullnetin e qytetarëve të Kosovës, ne si parti politike, me ato mundësi që kemi dhe votën që kemi, kemi dashur që t'jemi të përgjeshëm para votuesve edhe të nismes, po dhe qytetarëve të Kosovës, duke e dhanë një mundësi. Të tjerat, si cili merë përgjithësinë e vetë. Unë jam i bindur që Kosova shumë shpejt do të ketë institucionet e vetë. Dhe sa nuk ka ndryshim të gjendjes, sjellja jonë në parlament do tjetë e njëjtë që ka qenë deri më tani. Pa shumicë parlamentare nuk mund ndërtohet kur gjë, do të ndërtohet një shumicë parlamentare, një marrëveshje politike dhe me marrëveshje politike pastaj zgjidhen tjera.